Ka mjaftuar vetëm një firmë e vetme për të shpallur një luftë tregtare të gjerë, duke vendosur më shumë se 180 shteteve tarifa. Presidenti Amerikan është zotuar se kjo do të çlirojë Amerikën dhe të gjithë parat do të kthehen në xhepat e amerikanëve. Por jashtim nga këto tarifa, e përmendëm edhe më herët, nuk kanë bërë as shtetet e Ballkanit. Shqipëria, Mali, Zi dhe Kosova janë tarifuar në nivelet më të ulta, ndoshta edhe kjo edhe për shkak të disbalancës, po themi, ose vëllimit të ulët tregtar që këto vende kanë me Amerikën, ndërkohë goditet më së shumti Bosnia Hercegovina apo edhe Serbia. Sigurisht, ky urdhër ekzekutiv i Donald Trump, ndër të tjera parashikojnë që të jetë edhe një lloj loje nëse shtetet do duan që të negociojnë. Pra këto tarifa ndoshta mund të mos jenë, po themi, të fikse, duke qenë se Donald Trump ka lënë hapësirë nëse shtetet do duan që të negociojnë midis tyre dhe Amerikës që të bëhen edhe lëshime. Por çfarë do të thotë kjo për tregtinë globale? Sa preket Shqipëria nga këto tarifave të shpallura tashmë, cili do të jetë impakti edhe në aspektin e ekonomisë? Kemi afër një rindezje të inflacionit apo recesionit? Të gjitha këto çështje kam kënaqësinë që të diskutoj me zotin Selami Xhepa, ekspert për ekonominë. Mirë se erdhët në Money Report, profesor. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Profesor, janë thyer të gjitha rregullat e tregtisë me këtë plan masash të shpallura nga Trump? Sot bota e shekullit e 21 ngjan eksaktësisht me botën e shekullit 19, sepse është në shekullin e 19 Shtetet e Bashkuara dhe shumë vendet e Europës ishin adresuar politikave tregtare proteksionisteve, pra mbrojtjeve me mure tarifore apo jo tarifore për të penguar tregtinë ndërkombëtare, dhe të njëjtën gjë vazhdoi deri në kohën e depresionit të madh, viteve 1930, dhe ne kemi një precedent historik për të parë se çfarë efekti kanë masat kësaj natyre. Fillimi i luftës tregtare të re, të iniciuar me vendimet e fundit të administratës së re të presidentit Trump, të krijojnë reminiscencat e një epoke shumë të largët dhe do të thoja shumë të vështirë nga pikpamja e sigurisë dhe stabilitetit të ekonomisë botërore. Kështu që mendoj që gjithë tregjet janë tmerrsisht të destabilizuara dhe efektet e saj sigurisht që shpejt për të folur për efektet, duhet presim se si do t'i reagojnë edhe vendet e tjera, por në fakt efektet do t'jenë shumë të forta, qoftë për ekonomitë e mëdha, për Bashkimin Evropian, për Kinën, për Japoninë, Korenë, pra ato Meksikën, Brazilin, Kanadan, të cilat janë ekonomi të rëndësishme dhe luajnë një rol të madh për të tërhequr kërkesën e ekonomisë botërore, por njëkohësisht kjo pastaj ka dhe efekte më strategjike dhe afatgjata, sepse po rimodelohet i gjithë zinxhiri global i prodhimit dhe i furnizimit, dhe këtë ka presidenti amerikan këtë ka shpallur si objektiv, pra të kërkojë që firmat amerikane të kthehen dhe të prodhojnë në Amerikë, dhe kjo praktikisht krijon një sistem të ri të ekonomisë botërore. Pra atë rend ekonomik botëror që amerikanët e ndërtuan në fundin e luftës dytë botërore, po i rindërtojnë në një dimension të ri tani në këtë shekull të ri. Ndoshta pa tarifa, profesor, po u dëshmua një gjë e tillë edhe gjatë nisjes së luftës Rusi-Ukrainë. Pra shtetet u orientuan në vende të tjera për shkak të bllokimit të rrugëve tregtare. Mund të ndodhë e njëjta gjë ky ridimensionim që ju thoni? Atë diskutim, pra ajo që pritet të ndodhë tani do të jetë një ridimensionim por në një shkallë shumë të madhe, sepse nëse deri tani kishim një, do thoja, nga pandemia vendet kuptuan që të bazojnë ekonominë e tyre të brendshme me furnizime nga vende shumë të largëta mund të prodhonte kosto, sepse mbylljet e herpashershme për shkak të pandemive do të krijojnë ngërçe në sistemin e prodhimit dhe tregtimit, kështu që për shkak të kësaj erdhi filozofia e ofrimit të sistemeve të prodhimit në vende që janë më afër. Pastaj për shkak të luftës, pra nearshoring, pastaj për shkak të luftës filluan vende që të targetojnë edhe ato që mund konsiderohen si vende armiqësore dhe përpasoj filozofia e dytë ishte friendly shoring, por tani me sa duket po hym në një qasje të re, sepse duket që shumë nga këto ekonomi të mëdha mund të shkojnë drejt vetë mjaftueshmërisë së tyre. Pra nëse Amerika ngre mure kaq të mëdha tarifore, atëherë është e kuptueshme që zinxhiri i tregtisë do të ripozicionohet. Për shembull,
ajo që mund të pritet të ndodhë është dhe ka shumë vende që po bëjnë vlerësime, sidomos Europa, siç thash, po bëjnë vlerësimet e veta dhe një mundësi potenciale do të jetë që kapacitetet e tepërta të eksportuesve kinez, të cilët tani e tutje do ta kenë tepër të vështirë sepse ato po përballen tarifa 60% për të hyrë në tregun amerikan, ata mund të kërkojnë zgjerimin në tregjet europiane. Çka do të bëjë që kompanitë kineze, fjala vjen, do të reduktojnë çmimet e tyre për të hyrë në Europë, duke krijuar një presion edhe më të fortë kompetitiv për industritë të caktuara në Europë. Kështu që në thelbin e vet, ky lloj procesi do ta riorientojë, do thoya, të gjithë zinxhirin e tregtisë botërore, duke patur, mendoj, efekte jashtëzakonisht të rëndësishme, besoj, për realitetet e reja ekonomike që do të krijohen në dekadën në vazhdim. Dhe duke rritur konkurrencën. Dua ndalem tek Shqipëria, profesor, nuk i ka shpëtuar listës, 10% taksohet. Megjithatë duket sikur është kursyer Amerika me këtë lloj shifre apo lidhet kjo dhe me bilancin tregtar që ne kemi me Amerikën? Shiko, Shqipëria së pari, domethënë, nuk ka absolutisht asnjë lloj impakti sepse eksportet shqiptare drejt Shtetet Bashkuara janë rreth nga 70 milion euro deri në 90 milion euro, që është 1% e totalit të eksporteve. Shqipëria eksporton 3.7 miliard euro mallra, kështu që nga kjo pikpamje pra Shqipëria nuk është fare në agjendë. Ndërsa sa i takon importet s'kan lidhje sepse taksa është mbi eksportet tona drejt Amerikës dhe jo kundërta. Kështu që nga kjo pikpamje pra efekti i Shqipërisë është nul në aspektin tregtar, por është i rëndësishëm në kuptimin që lidhjet tona me Europën janë shumë të forta dhe përpasoj ky ristrukturimi global dhe rajonal pa diskutim i lidhjeve të reja tregtare, sigurisht që do të ketë edhe efekte në Shqipëri. Për shembull, në qoftë se efekti deri tani i taksave vlerësohet nga Banka Qendrore Europiane, që mund të prodhojë një efekt negativ në ekonominë europiane që shkon deri në 0.3 pikë përqindje të prodhimit brendshëm. Dhe në qoftë se Europa, ne do të presim takimin e ditës së hënë ministrave të tregtisë që mblidhet në Luksemburg, në qoftë se Europa do të marrë masa për të kundërpërgjigjur me një paketë për 26 miliard euro mallra amerikane, import amerikane, atëherë efekti mund shkojë shumë më tepër dhe mund shkojë edhe deri në 0.5% të pikë përqindje të prodhimit brendshëm. Pra, frika më e madhe është nëse kjo mund shkojë drejt një recesioni global. Kemi parasysh që vitet e fundit nuk kanë qenë të mira për ekonominë botërore, parashikimet për rritjen e ekonomisë europiane edhe për këtë vit pritet që të shkojnë me ulje, pra nëse ishte parashikuar. Të gjithë organizmat ndërkombëtar këtë kanë nënvizuar duke shtuar pikërisht rrezik të ri tarifat. Eksakt. Pra problemi kryesor është frika e një recesioni. Problemi i dytë është problemi i inflacionit. Dhe sepse normalisht rritja e tarifave sigurisht që do prodhojë një presion inflacioniste për konsumatorin e brendshëm. Nuk ka diskutim që në Shtetet e Bashkuara kostot do të jenë tepër të larta. Vlerësohet për shembull që çdo qytetar amerikan rritja e këtyre tarifave mund të kushtojë deri në $3.500. Kështu që efekti në kosto do të jetë i padiskutueshëm dhe i dukshëm. Ndërsa në Europë, në qoftë se Europa do t'i kundërpërgjigjet gjithashtu me rritje tarifash, atëherë presionet e inflacionit janë të mundshme të jenë dhe në Europë, në Eurozonë. Por nga ana tjetër, në qoftë se këto eksportet amerikane drejt Europës do të zëvendësohen me eksporte kineze, atëherë gjasat mund të jenë që të jetë dhe e kundërta. Kështu që prandaj them që është shpejt për të folur, sepse ne s'kemi parë akoma reagimin se çfarë do ndodh nga shtetet e tjera, çfarë do ndodh nga Europa, çfarë do ndodh nga Kina. Kina gjithashtu është mjaft e shqetësuar dhe ka bërë deklarata që kërkon rishikimin e kësaj çështje. Kështu që ne duhet të shikojmë se si do të reagojnë në radh parë politikat publike dhe në radh dytë kompanitë konkrete se si do ta riorientojnë ata, le të themi, sistemet e reja të tregtimit. Pak më parë, në fakt, Kina ka thënë që nëse Amerika kërkon luftë do të ketë. Bashkimi Evropian, po ashtu sot përmes presidentes Komisionit Evropian, tha se do të kundërpërgjigjet. Pra duket që nuk do të ketë qetësi. Do ta përshkallëzoj më tej tensionin e gjithë kjo situatë, sepse duket se vendet nuk do rrinë në heshtje. Nuk ka diskutim që të gjithë vendet janë jashtëzakonisht të shqetësuara, sepse kjo është, do të thoya, shpallje e një lufte të mirëfillt tregtare. Dhe përpasoj të gjithë vendet kanë të drejtë që të marrin kundërmasat e tyre. Gjasat janë që dhe normalisht kur ndërmerren kundërmasat, ato prekin pikërisht atje ku të dhëmë më fort. Deri tani, Shtetet e Bashkuara ka një suficit madh tregtar në tregtinë e shërbimeve digjitale. Dhe përpasoj Europa mendoj që po konsideron
vendosjen e tarifave dhe të masave mbrojtëse kundër teknologjive të big tech-ut, kompanive të teknologjisë lartë që janë eksportet kryesore amerikane. Pra, ideja është për ndërtuar një paket ndëshkuese atje ku të dhënë më shumë dhe ku presioni politik i brendshëm në Shtetet e Bashkuara do të jetë shumë i fortë. Kështu që gjasat janë që ditën e hënë ne do të presim masat ndëshkimore që Komisioni Evropian do të ndërmarrë, të cilat unë mendoj që deri tani të gjithë vendet me përjashtim të Australisë, e cila ka thënë që ata nuk do të kundërpërgjigjen masave të proteksioniste, të gjithë vendet e tjera, Kanadaja, Kina, Korea, pra të gjithë vendet e tjera të botës, Bashkimi Evropian pa diskutim, do të marrin masa kundërpërgjigje, të cilat, siç thash edhe një herë, nuk bëjnë gjë tjetër veç se krijojnë një mjedis ekonomik shumë të pasigurt, një presion ndoshta shumë të madh për rritjen e çmimeve dhe që përpasojë do thoja realitetet ekonomike të dekadës së ardhshme do të njohin ndoshta një rikonfigurim dhe do të kemi një rend të ri ekonomik botëror që se kemi parë deri tani. Ndërkohë, për vendet e tjera të rajonit, duket se për disa prej tyre, për Serbinë, po themi Bosnjë-Hercegovinën, ka qenë më jashtë, për duke vendosur tarifa edhe mbi 30%. Si mund ta lexojmë, po themi, këtë lloj sinjali që vjen nga Amerika për këto vende të tjera të rajonit? Shiko, masat tarifore varen Shtetet e Bashkuara ndërmarrin masat bazuar në strukturën e eksporteve tona, pra ose të importeve amerikane, pra çfarë vendet tona europiane apo të Ballkanit shesin në Shtetet e Bashkuara. Dhe në ato produkte që, si thua, krijon konkurrencë me tregun amerikan, proteksioni ka qenë shumë i lartë. Kështu që edhe mendoj që edhe kuptimi i kësaj tarife duhet parë në këndvështrimin e strukturës së eksporteve tona. Shqipëria eksporton produkte të cilat nuk janë sensitive dhe të ndjeshme për ekonominë amerikane, siç e thash aq më tepër, ne apo Mali i Zi, fjala vjen, ne eksportet tona janë krejtësisht të papërfillshme për ekonominë amerikane, kështu që nuk është se rritja është thjesht simbolike për të prekur çdo vend që është i përfshirë në hartën e sistemit tarifor, por jo se ka një implikim serioz ekonomik. Ndërkohë që eksportet serbe, fjala vjen, apo të Maqedonisë dhe të Bosnjë-Hercegovinës janë shumë të larta dhe në produkte që janë paksa më të sofistikuara dhe që përpasojë kanë një peshë dhe rëndësi më të madhe për tregun amerikan. Sidoqoftë, pra edhe një logjika mendoj që ndjek në strukturën e eksportit dhe nuk ka, mendoj, në motiv apo argument geopolitik apo argument politik. Profesor, dhe një koment të fundit, a është kjo një këmban alarmi për bankat qendrore, mund t'i frenojnë në vendimarrjen e tyre për të lehtësuar politikën monetare, duke se ishte stabilizuar inflacioni dhe kishim një frymarrje? Shumë e drejtë, në fakt kjo është një periudhë shumë delikate, e cila kërkon masa të balancuara edhe fiskale edhe monetare, sepse Europa dhe vendet që do të preken shumë duhet të jenë të detyruar në ndërmarrjen paketa ndoshta shpërtimi për industri që mund të jenë kërcënuara. Kështu që në rast parë janë masat fiskale të cilat duhet që të mbajnë në kontroll efektet negative të industrive që mund goditen. Së dyti, në brenda 2 javësh edhe Banka Qendrore Europiane bën mbledhjen e radhës ku do të shikohet edhe qëndrimi që do të bajnë ndaj normat të interesit, në qoftë se presionet e shtuara të inflacionit do të jenë më të forta, atëherë gjasat janë që bankat qendrore të cilat nisën të marrin politika më akomoduese, pra të ulin normat e interesit për stimuluar investimet dhe aktivitetin ekonomik me qëllim që të inkurajohet rritja ekonomike, ndoshta gjasat janë që duhet jenë më të kujdesshme për të vepruar në drejtim të vazhdimit të këtij trendi të uljes normave të interesit. Kështu që bankat qendrore duhet të jenë mjaft më vigjilente tani, një lloj siç ishin dhe në krizat e kaluara, për të reaguar në kohë, për të mos lejuar që presionet e shtuara të inflacionit për shkak të rritjes së tarifave, të cilat çojnë në rritje çmimesh, të reflektojnë në inflacione më të larta në ekonomitë kombëtare. Do të kemi mundësi që të ndjekim gjitha zhvillimet edhe në vijim. Profesor Xhepa, ju falenderoj shumë që ishit sot në Money Report. Ju falenderoj.